Moda në Shqipëri ka ndryshuar më shumë se në çdo vend tjetër të Ballkanit dhe historia e saj është shumë më ekstreme se sa e mendoni. Nga xhubleta e lashtë dhe qeleshi që identifikonin burrat dhe gratë për shekuj, te Fezi Osman që shënoi një epokë krejt tjetër. Shqiptarët gjithmonë kanë komunikuar status përmes veshjes. Më pas erdhi moda italiane që na futi në botën e stilit modern dhe bëri të gjithë të ëndërronin veshjet nga jashtë. Gjatë komunizmit, një xhaketë ose një palë pantallona të huaja të jepnin identitet sepse ishin të pakapshme. Sot, më në fund, nuk presim nga jashtë. Moda e vërtet vjen këtu. Stili evolon, por një gjë mbet. Mënyra se si vishemi tregon kush jemi. Ju përshëndes miq.